autor, duke nisur që nga faqja 622, e ka denoncuar i zoti Berisha, që tregohet edhe indeksi i lejeve të ndërtimit në Shqipëri, dhe për secili rast ne kemi vënë dokumentin nga AZT-ja, lejen e ndërtimit, pra të dhënë me firmën e Edi Ramos, Belinda Ballukus dhe Adelaida Rokos. Në secilën leje ndërtimi gjenden këto 3 firma. Kjo është enciklopedia e krimit elektoral. Dhe jo vetëm. Po, enciklopedia e krimit shtetëror. E vërteta. Zgjedhjet janë vetëm viktima. Po, zgjedhjet e shumë bukur. Është enciklopedia e krimit shtetëror, ose e narkoshtetit shqiptar, shtetit kriminal. Është një kryevepër në këtë lloj. Ndërkohë që kapitulli 3 është një kapitull shumë i rëndësishëm, dedikohet patronazhimit. Mund të duket pak teknike, por janë me qindra faqe të cilat shpjegojnë, jemi munduar ta shpjegojmë në mënyrë të detajuar mënyrën se si ka operuar patronazhimi, dhe këtu dua të theksoj rolin e Akshit. Nga informacionet që neve kemi marrë para fushatës zgjedhore, nga burime brenda, nga punonjës të ndershëm brenda Akshit, gjatë fushatës së fundit zgjedhore ka qenë vetëm Edi Rama dhe Mirlinda Kaçana, të cilët kishin të gjithë aksesin në të gjithë sistemin e patronazhimit. Vetëm ata të dy e kishin për gjithë Shqipërinë. Aksesi pasaj të gjitha të dhënat personale të çdo votuesi i jepej drejtuesve të qarqeve. Këtu kemi vendosur në këtë libër, kemi vendosur dhe në mënyrë të detajuar sistemin monstruos të patronazhimit të Belinda Ballukut, pra në qarkun Fier. Kemi treguar se si patronazhohej çdo votues në Fier. Keni emrat, mbi emrat, keni rolin që ka çdo patronazhues në punës i administratës civile, i keni të ndarë si pas institucioneve, dhe po ashtu dhe në diaspor. Po në qofse do i referoheni, janë me faqe të tëra, janë tabela, do shifni emrat, po kemi vendosur edhe komentet që vieshin për çdo votues. Po ishte kontrolluar jeta e secilit prej nesh 24 orë, ku banonim, ku jetonim, ku e bënim aktivitetin, çfarë fëmijësh kishim, dhe sistemi patronazhimit i ndarë në 4 shtresa të ndryshme. Shtresa parë nënpunësi civil që ishte te lagja, shtresa 2 drejtori që punonte ose në institucionet publike në bashki ose tek Belinda Balluku, shtresa 3 ishte kryetari i bashkisë, zëvendës ministri e tjerë, shtresa 4 ishte Belinda Balluku. Kontrolluar nga 4 shtresa patronazhimi nuk shpëtonte asnjë votues, me presione, me oferta nga më të ndryshme, dhe në fund fare këto të dhëna nga Akshi i jepeshin bandave kriminale që i trokisnin te dera nëse nuk pranoi oferta apo shantazhe. Pra kjo është në këtë libër, për herë të parë neve kemi përveç elementit patronazhim, keqpërdorimi i administratës publike, kemi në mënyrë të zgjeruar dhe elementin e krimit, në ndërhyrjen e krimit në këtë fushat. 40 grupe kriminale përsëris dhe kartele droge kanë mbështetur 28 deputet, kandidat për deputet, i keni të gjithë emrat në këtë libër, më shumë se 25 janë sot në parlament, dhe pjesa më e madhe e tyre kishte firmosur që të na përjashtonin neve si përfaqësues të opozitës sot. Edhe në vendimarrje. Sepse Arken Ballën, ju e dini që që është mbështetur nga karteli Troplini, dhe edhe këtu keni dokumentat se si kanë mbështetur Troplini, poja kanë mbështetur Arken Ballën, por edhe kandidat të tjerë për deputet, dhe pjesa më e madhe mbi 20 i kemi sot në parlament. Tani unë do ju dëshmoj vetëm diçka nga patronazhimi, nga mënyra se si nga patronazhimi në Fier. Këto janë disa prej denoncimeve që i ka bërë kryetari i grupit parlamentar, që ka qenë edhe drejtues politik i Partisë Demokratike në Fier, dhe janë me 10 raste, me qindra raste, nëse s'gaboj janë 361 raste nga Fieri,
ku patronazhistët kanë marrë, kanë shoqëruar, madje kanë votuar për votuesit, duke mos ja u lënë dhe të drejtën e votimit, dhe i kanë shoqëruar pastaj derisa kanë dalë nga qendra e votimit. Votuesi është kontrolluar, është marrë nga shtëpia, është çuar në qendrën e votimit, është shoqëruar në kutinë e votimit, shpeshherë kanë votuar komisionerët dhe vëzhguesit e Partisë Socialiste, apo dhe persona që nuk ishin bënë fare me komisionet zgjedhore, dhe pastaj është lënë që të shkojnë në shtëpi. Aq shumë është dhunuar vota në këto zgjedhje. Kemi 227 raste për sa i përket devijimit, dhunimit votës së diasporës. Vota e diasporës e numëruar nuk është vullneti i qytetarëve nga diaspora. Kemi 227 raste, se cili prej atyre ka foton, ka videon, ka dëshmin. Unë do ju vë vetëm njërin prej rasteve të shkeljes zgjedhore, i pranuar nga vetë kryetari i drejtuesi, komisioneri Celibashi. Përmjet shërbimit postar të një operatori tjetër janë zarfe të DHL-s, por nuk kanë ardhur nëpërmjet rrugës normale, të themi, kanë ardhur nëpërmjet shërbimit postar të një operatori tjetër postar, përfshiret postën shqiptare, por edhe shërbim tjetër postar. Po si zarfe janë zarfe të DHL-s, janë zarfe të DHL-s, por nuk kanë ardhur nëpërmjet rrugës normale, të themi, kanë ardhur nëpërmjet shërbimit postar të një operatori tjetër postar, përfshiret postën shqiptare, por edhe shërbim tjetër postar. Po si zarfe janë zarfe të DHL-s, janë zarfe. Ka pranuar vetë komisioneri shkeljen flagrante, e cila në fakt nuk është se është ndjekur as nga SPAK-u, as nga organet e tjera të drejtësisë. Apo kemi shumë raste të tjera, keni fotot, keni video, keni dëshmit, kemi munduar që në rastin e emaileve apo në rastin e SMS-ve të heqim emrat apo numrat e telefonit për të ruajtur, për të mbrojtur qytetarët, por në rast se SPAK-u do vihet në lëvizje për hetimin e krimit elektoral, ne jemi të gatshëm që t'ja vëmë në dispozicion. Ka shumë dëshmi, siç e thash 227, që dëshmojnë që nuk kam pasur vetëm një flet votimi, ka pasur më shumë flet votimi, zarfe që kanë shkuar të dëmtuar, zarfe të lëna, në një rast është vetëm në një tavolinë 750 zarfe, në një tavolinë në një qendër. Jo në një qendër, në një dyqan. 750 zarfe. Kjo është mënyra se si kanë votuar diaspora.